Elton, të përshëndes, fatmirësisht flakët janë shuar, por janë ndjekur sipërfaqe të konsiderueshme, apo jo, cili është bilanci para prag dhe a kemi një hetim mbi shkaqjet e zjarrit? Po nisim nga fakti që fatmirësisht situata sot në fshatin e Oshtim, por edhe në Kërkov është e qetë pas zjarrit të rënë mesditën e dieshme, fillimisht pranë varrezat të fshatit Oshtim, por për shkak të erës së fortë zjarri avancoi drejt fshatit Kërkov. Në fakt, është dashur ndërhyrje e gjitha strukturave, kanë ardhur edhe në ndihmë edhe mjete nga bashkitë fshinje të forcave zjarfikse për të ardhur në ndihmë forcat zjarfikse të Vlorës, ndërkohë që ka patur edhe ndihmë nga policia e shtetit dhe forcat armatosura dhe një helikopter i cili ka punuar nga ajri për të shuar flakët. Gjatë ditës sotme është bërë edhe një evidentim paraprak i dëmeve të shkaktuara nga zjarri i rënd ditën e dieshme, bëhet fjalë për rreth 30 hektar të djegura me bimësi dhe pemë në fshatin Oshtim dhe në afërsitë të fshatit Kërkov, flasim për 600 pemë rënj ulij që janë djegur pikërisht nga flakët. Ky është bilanci paraprak i konfirmuar edhe nga emergjenca civile në bashkinë e Vlorës. Normalisht në ditën e vijim do të ketë edhe një sekundër raporton. Evidentim. Po, Elton, jemi bashkë, të dëgjoj. Në ditët në vijim pritet që të ketë ndoshta edhe një evidentim më tepër të dëmeve të shkaktuara, ajo që vlen lidhet me faktin që fatmirësisht nuk ka patur dëme në banesa apo në njerëz dhe ky është lajm i mirë që mund të themi pikërisht në këto momente. Dyshohet që zjarri fillimisht të ketë marrë pranë varrezave të fshatit Oshtim, normalisht siç konfirmon edhe kreu i emergjencës civile në bashkinë e Vlorës, do të jenë pikërisht strukturat përkatëse që do të merren me këtë fakt, pra hetimi që do të kryhet, pasi dyshimi kryesor mbetet si gjithmonë në raste të tilla zjarrvënie e qëllimshme. Normalisht mund të ketë edhe ndonjë gabim njerëzor, nëse mund ta quajmë kështu në thonjza, megjithatë pas evidentimit të dëmeve dhe pas situatës së normalizuar, hetimi do të kryhet nga strukturat e drejtorisë së policisë së qarkut të Vlorës për të bërë të mundur dhe për të konfirmuar faktin nëse kemi të bëjmë të vërtet me zjarrvënie të qëllimshme dhe padyshim që do të merren masat ndaj gjithë personave që shkaktojnë zjarrvënie të qëllimshme, kryesisht në këto ditë kur temperaturat janë të larta dhe normalisht një fakt i tillë nuk ndikmon as pak për të normalizuar situata të tilla, pasi zjarri përhapet me shpejtësi, ndikohet edhe nga era dhe nga temperaturat e larta, siç ishte rasti i zjarrit të ditës së dieshme, ku përfshin si ishte fshati Oshtim, ashtu edhe afërsia e fshatit Kërkov. Megjithatë, mund ndjekim në këto momente dhe kreun e emergjencave civile, i cili ka folur pikërisht për evidentimin e dëmeve, evidentimi paraprak të dëmeve, por edhe se çfarë do të kryhet referuar hetimit pikërisht për zjarrin e ndodhur ditën e diel në fshatin Oshtim. Po, sot situata është e qetë, pasi mbrëm rreth orës 11:30, pra 23:30, është bërë plotësisht e mundur fikja e zjarrit dhe vënia nën kontroll, por për arsye sigurie ne dje kemi lënë dhe një mjet për tërë natën për të monitoruar dhe kontrolluar situatën, mbasi kushtet e këqija atmosferike, pra temperaturat shumë të larta dhe prezenca e erës, përbënin një rrezik që mund të rifillonin prapë vatrat e zjarrit. Kështu që sot situata është e qetë, në kontroll dhe nuk kemi më problem për moment. Për sa i përket në një shikim paraprak dhe një vështrim, bëhet fjalë për rreth 30 hektar pyll i djegur, me përbërësit e taj me shkure, fier dhe pemë të tjera të egra, ndërsa janë rreth 600 rënj ullinj të djegur për momentin. Po zakonisht vlerësimi i dëmeve, sidomos në këto pemët frutore, bëhet mbas një viti, mbasi shikohet dhe nëse janë djegur plotësisht apo ato rifillojnë të jetojnë, po the. Jo, nuk ka patur, dje kushtet shumë të këqija, sikur ju e keni pasqyruar. Rrezikoheshin disa shtëpi si në Oshtim, ashtu dhe në pjesën e Kërkovës, por prezenca e mjeteve zjarfikse, të cilat të gjithë mjetet e Vlorës, të mbështetura dhe nga mjetet zjarfikse të ardhura nga Fieri, nga Imara, nga Berati, si dhe forcat e ushtrisë të ardhura nga Elbasani, bën të mundur që mos të rrezikoheshin shtëpitë, banesat, si dhe gjë e gjallë, në stanet që kishim aty afër.
Ndërkohë, Elton, për të pyetur pak edhe për faktin që një ditë më parë banorët e fshatit Hoshtim për arsye sigurie u evakuan nga shtëpitë e tyre, janë rikthyer, nuk ka më rrezik për ta apo jo? Janë kthyer që mbrëmjen e dieshme, pasi vatra e fundit që është neutralizuar plotësisht rreth orës 23:30 ishte në afërsitë të fshatit Kërkov, pra larg banesave të banorëve të fshatit Hoshtim apo edhe të fshatit Kërkov. Në fakt, evakuimi i banorëve kryesisht në fshatin në Hoshtim, pra ishin 2 banesa në afërsitë të zjarrit, është bërë për arsye sigurie. Pra, për të shmangur çdo lloj problematike nëse do të kishte avancim të zjarrit, por edhe nga tymi që dilte dhe që mund të krijonte probleme tek banorët. Pra, është bërë kryesisht për arsye sigurie evakuimi, ndërsa ata prej mbrëmjes së dieshme janë kthyer sërish në banesat e tyre. Ajo që më duhet të them dhe që e tha edhe kreu i emergjencës civile në Bashkinë e Vlorës, zoti Ardian Vreshtazi, është që situata është monitoruar gjatë gjithë natës së dieshme, ka qenë një automjet me efektiv të forcave zjarfikse, të cilët kanë qëndruar deri në orët e para të mëngjesit, pasi ekzistonte frika e riaktivizimit të vatrave të zjarrit. Ka patur raste të tilla, pikërisht për shkak të temperaturave të larta apo dhe erës që fryn në zonat të tilla që mund të çojnë në riaktivizim të vatrave të zjarrit dhe mund të kemi sërish problematika nga zjarri. Megjithatë, mund të themi që fatmirësisht situata tashmë ka kaluar, ajo është e qetë, qoftë në fshatin Hoshtim, ashtu edhe në Kërkov, pra nuk kemi më problematika për sa i përket vatrave të zjarrit. Faleminderit, Elton, për raportimin